nga Isaia, është nga Isaia. Isaia ishte profet i Zotit që ai e njifte Perëndin. Edhe Isaia ka këtë vegim ku shikon Perëndin mallështor në këtë vegim. Edhe Perëndia i thot, është një grup njerëzish atje që nuk kanë dëgjuar për mua. Edhe du që dikush të shkojnë të ky popull, por ky popull është qaf fort, është kokë fort. Nuk do pranojnë, në fakt, do të tallin, por du që dikush të shkojnë atje. Edhe Isaia që është atje duke pa mallështinë e Perëndisë, në fakt thot, ja ku jam. Më dërgo mua. I njëjti parim. Gjithandej, gjatë gjithë kohës në Bibël, njerëzit që kanë pa Perëndin, ata që kanë kuptuar se kush është Perëndia, direkt transformohen në njerëz në mision. Edhe ajo që është e veçantë, fakte njerëz në mision, fakte ajo që ndodh si pjesë e këtij transformimit, zvoglohet mënyra se si ti e shef veten edhe zmallohet mënyra se si ti e shikon të tjerët. Pra rritet perspektiva me pa nevojat e tjerëve, në fakt më shumë se sa nevojat tuaja. Pra kjo është ajo që ndodh në mënyrë të vazhdueshme, ku reduktohet fokusi vetëm tek vetja jote e ti fillon të shikon nevojat e tjerëve edhe je gati për të shërbyer. Pra kjo është ky lloj transformimit për cilin ne duke folë.